Përshëndetje shenja nga Forest, kjo është panorama i interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndavan në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prismë orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi 6 shkopind, as i kupave në të kundërt, 4 kupa, 8 monedat. Java nis me kartën 6 shkopind, që nënkupton se nga jashtë mund të dukeni të suksesshëm ose të suksesshme, ose të vlerësuar për atë që bëni. 6 shkopind gjithashtu sjell energji njohjeje, vetbesimi dhe rezultate pozitive. Megjithatë, as i kupave në të kundërt dhe 4 kupat tregojnë se brenda jush mund të ekzistojë një boshllëk emocional ose një ndjesi pa kënaqësie që mbase nuk lidhet domosdoshmërisht me suksesin. Mund të jetë një javë ku kuptoni se jo çdo arritje e jashtme sjell automatikisht përmbushje të brendshme. Ka mundësi që të ndiheni pak të tërhequr emocionalisht, ose sikur të mos e shijoni plotësisht atë që po ndodh rreth jush. 8 monedat në fund tregon se zgjidhja e gjendet tek përkushtimi dhe ndërtimi gradual. Në vend që të përqendroheni tek ajo që mungon, energjia ju thret të investoni tek ajo që po rritet. Kartat këshillojnë të mos e matni vlerën tuaj vetëm nga rezultatet që shohin të tjerët. Kalojmë tek familja. Në familje kemi mbretëresha e shkopinjve, 4 shkopind, 3 shkopind, drejtësia. Familja duket si një pikë shumë e fortë për ju gjatë kësaj jave. Mbretëresha e shkopinjve sjell një figurë të fortë, mbështetëse dhe optimiste që ndikon pozitivisht në ambientin familjar. Mbretëresha e shkopinjve shpesh përfaqëson shenjat e zjarrit, dashluan ose shigjetar, por mund të jeni edhe ju vetë të konvertuar në këtë energji magnetike. 4 shkopind është kartë harmonie, stabiliteti dhe gëzimi të përbashkët. Mund të ketë arsye për të ndjerë më të bashkuar ose më të sigurt në marrëdhëniet familjare. 3 shkopind tregon se ndoshta po prisni ose po shihni drejt së ardhmes. Mund të diskutohen plane, synime ose zhvillime që mund të kenë ndikim në vazhdimsi. Drejtësia në fund sjell ekuilibër. Situatat priren të zgjidhen në mënyrë të drejtë dhe secili mund të marrë atë që meriton. Duket se ka një periudhë harmonie, ku në themelet familjare po krijon më shumë siguri për të ardhmen. Kartat këshillojnë të mbani ekuilibrin mes asaj që dëshironi për veten dhe asaj që ndërtoni së bashku, sepse drejtësia reciproke forcon lidhjet. Kalojmë te dashuria. Në dashuri kemi dielli, 10 shkopind, 10 monedat, kalorësi kupave. Në dashuri duket sikur bashkohet lumturia me përgjegjësinë, sepse dielli sjell ngrohtësi, sinqeritet dhe energji pozitive. Ka potencial për qartësi dhe gëzim në jetën sentimentale. Ndjenjat duken të dukshme dhe të vërteta. Megjithatë, 10 shkopind tregon se dikush që mund të jeni ju ose personi juaj, pra dikush mund të ndihet i ngarkuar ose e ngarkuar nga përgjegjësitë, pritshmëritë ose nga pesha e situatës. Kjo nuk zben ndjenjat, por mund ta bëjë më të vështirë shprehjen e tyre. 10 monedat është një nga kartat më të forta për stabilitetin afatgjatë. Kjo kartë flet për siguri, flet për ndërtim të së ardhmes dhe potencial serioz. Kalorësi i kupave në fund nënkupton romantizëm, afrim dhe shprehje emocionesh. Është energjia e dikujt që dëshiron të ndjek zemrën, mund të jeni ju kundrejt dikujt. Në dashuri ndjenjat duket se ekzistojnë, por gjithashtu duket se dikush që mund të jeni ju vetë, pra dikush po mban mbi super shumë barr ose shqetësime. Dhe për këtë arsye, emocionet mund të mbeten nën peshën e këtyre përgjegjësive. Pavarësisht kësaj, energjia e përgjithshme mua më duket pozitive dhe e orientuar drejt afërsisë. Kartat këshillojnë të mos lejoni që pesha e përgjegjësive t'ju bëjë të harroni të shprehni atë që ndjeni. Kalojmë tek puna. Në punë kemi 2 shkopind, 8 shpatat, rrota e fatit, asi i monedhave.
Në punë duket se e jeni duke menduar për një hap ose drejtim të ri. Dy shkopinjt flet për plane dhe zgjedhje. Tet shpatat tregon se kufizimi kryesor mund të mos jetë një pengesë reale, por frika, dyshimi ose ndjesia se nuk keni mjaftueshëm liri veprimi. Rrota e fatit ndryshon energjinë e situatës. Gjërat mund të lëvizin papritur ose mund të shfaqen mundësi që nuk i kishit parashikuar. Asi i monedhave është një nga kartat më premtuese për punën dhe financat. Asi i monedhave sjell potencial për një fillim të ri, për një ofertë, për një projekt ose një mundësi konkrete që mund të jap fryte në të ardhmen. Kartat këshillojnë të mos lejoni që pasigurit t'ju pengojnë të shfrytëzoni një mundësi që mund të rezultojë shumë e vlefshme për ju. Kalojmë në prizën Oracle, ku kemi uri. Uria nuk flet domosdoshmërisht për mungesë, më tepër flet për etje dhe për dëshirat më të thella të zemrës suaj. Ajo që ju mungon ose ajo që kërkoni me ngulm nuk është rastësi. Unë do të thoja mos e injoroni atë që ju thërret nga brenda. Dëshirat më të thella shpesh tregojnë drejtimin e rritjes suaj. Paçi.